Si analizon biznesin një business coach? Kam shumë raste kur vjen klienti dhe më thot, shiko, biznesi im ka shpif, biznesi im është shumë keq, çfarë problemi kam? Shembulli ideal që mund të jap për këtë rast është shembulli i gatimit. Të vjen një pjatë, edhe ti e ha dhe ti thua, ky gatimi, ky ta shpif, ky çeka e shpifur. Një shef kuzhine profesionist analizon pjatën tënde edhe thot, mos ka ne problem në gatim? Mos është gatuar keq, për shembull është djegur apo është mbi bërë keq? Mos ka ne një ingredient që mungon, për shembull s'ka krip? Mos ka ne një ingredient që është shumë, për shembull ka shumë krip? Mos ka ndonjë kombinim ingredientesh gabim? Pra, kështu ai arrin në një konkluzion dhe thotë, kjo gjë ta shpif sepse kjo gjëja e ka bërë, ky lloj fakti e ka ndikuar që të prishi shijen apo të prishi gjithë gatimin. I njëjta gjë funksionon dhe me biznesin. Një business coach analizon biznesin në disa dimensione. Dimensioni i parë është, shiko, a ka një sistem lidcash ose sistem kërkesash që vijnë për biznesin? A mos është problemi tek shitja, mos nuk dim që ti konvertojmë? A mos është problemi tek struktura e stafit, mbase nuk dim ta menaxhojmë punën? Edhe neve bëjmë shitje shumë të mira, por klientit t'i japim keq. Mos është problem tek delivery, pra në shërbimi që neve i kemi jepet në mënyrë më të keqe të mundshme. Mos është problem që nuk rikthejmë klientët tanë. Mos është problem që dhe ka shumë probleme. Prandaj thelbi është i tillë që unë kur vi dhe analizoj biznesin tënd, unë kam një formular timi që quhet business check-up dhe aty mas shëndetin e biznesit tënd, e doktorit që të në zemër, rafit e zemër. Unë bëj check-upin e biznesit tënd dhe ne të dy arrim në një konkluzion që biznesi yt çalon në këtë lloj gjëje. Atëherë, unë të jap ty recetën ose strategjinë ideale si ta zgjidhësh, dhe ti pastaj vendos vetë ose zgjidh vetë e implementon vetë strategjinë, ose kërkon ndihmë dhe implementojnë bashkë. Thelbi është që ti meriton, biznesi yt meriton që të marrë diagnostifikimin e duhur. Çfarë është ajo që po e pengon problemin i thelbësor i biznesit tënd? Cili është ai lloj problemi që nëse zgjidhet, biznesi jot shkon në maja ekstreme, Pikërisht për këtë gjë unë të ftoj të lësh një telefonat me mua, neve bashkë do të analizojmë biznesin tënd dhe ti merr një vendim për këtë gjë. Çdo gjë është free, çdo gjë është falas dhe dëshira ime për të ndihmuar është vetëm në një gjë. Ti analizo biznesin tënd, gjej pikën e kputjes, çfarë nuk po të funksionon dhe bashkë ne të dy mendojmë cila është strategjia ideale për biznesin tënd. Këtu është çdo gjë free. Ti mund ta bësh vetë ose mund të kërkosh ndihmën time apo dikujt tjetër. S'ka rëndësi. E rëndësishme është ti të përcaktosh atë që ty të pengon, të cilin nuk mund ta bësh dot vetë sepse po ta kishe bërë vetë, po ta bëje dot vetë, do ta kishe bërë tashmë. Nuk pritet tash që të shohësh videon time dhe ta bësh. Por fakti që nuk e ke bërë deri tani do të thotë që nuk e për ta bërë dot kurrë, sepse të duhet një perspektivë tjetër, të duhet një moment tjetër. Kështu që të pres, kliko më poshtë dhe lë një takim më. Të pres.